Momenti që ndezi shtëpinë, Benita në dush dhe reagimi i Limit në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo veprim i vogël mund të shndërrohet në një episod të paparashikueshëm, ku emocionet, rivalitetet dhe dëshirat personale shpërthejnë në mënyrë të papritur. Një nga momentet më të përfolura dhe që ka ndezur diskutime të shumta midis banorëve dhe shikuesve ishte ai kur Benita shkoi në dush dhe Limi nuk mundi të mos e vëzhgonte, duke treguar një emocion të dukshëm dhe një tension që shpërtheu brenda shtëpisë. Ky episod nuk ishte vetëm një incident i thjeshtë, ai përbën një përzierje të emocioneve të papërpunuara, tërheqjes, kuriozitetit dhe një lojë strategjike që karakterizon edicionet e Big Brother Kosova. Atmosfera para momentit, disa minuta para se Benita të hynte në dush, atmosfera në shtëpi ishte relativisht qetësuar. Banorët po përgatiteshin për natën, disa flinin, disa diskutonin me zë të ulët dhe disa të tjerë ishin të angazhuar në lojra të vogla strategjike. Por në këtë ambient qetësie, një tension i fshehur midis Albes, Benitës dhe Limit vazhdonte të ekzistonte, dhe shikuesit që ndiqnin shtëpinë shpesh e perceptonin këtë tension si një përzierje emocionale dhe strategjike. Kur Benita u ngrit për t'u bërë gati për dush, pak njerëz e kuptuan se ky veprim do të shndërrohej në një moment kaq të diskutueshëm dhe të ndjekur me vëmendje nga të gjithë. Ajo hyri në dhomën e dushit, duke e bërë rutinën e saj të zakonshme, por kamerat e Big Brother regjistruan çdo lëvizje dhe kjo bëri që momenti të shndërrohej menjëherë në një episod të veçantë për shikuesit dhe portalet e lajmeve. Reagimi i Limit, i cili ndodhej në dhomën përballë dhe mund të shikonte Benitën pa e ditur ajo menjëherë, reagoi spontanisht. Ai nuk fshehu emocionin e tij, duke u dukur i magjepsur nga pamja e saj. Në fjalët e tij, ai shprehu admirimin dhe entuziazmin, duke e bërë momentin të duket si një shpërthim emocional brenda shtëpisë. Sa e mirë po dukesh moj Benite, na çmende fare me atë trup të bukur. As gjumi nuk do më zë me këtë trup që ke ti dhe këto sy të bukur. Kjo deklaratë, e thënë me spontanitet dhe emocione të sinqerta, nuk ishte thjesht një koment i rastësishëm, ajo tregoi tensionin emocional që Limit kishte ndjerë për Benitën, dhe mënyrën se si një moment i zakonshëm mund të kthehet në një episod dramatik që ndikon në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Shikuesit menjëherë e perceptuan këtë reagim si një nga momentet më të diskutueshme dhe emocionuese të këtij edicioni. Reagimi i Limit nuk kishte vetëm një dimension personal, ai përforconte rrjetin e lidhjeve dhe intrigave që ekzistonin mes banorëve, duke shtuar tensionin dhe mundësinë për përplasje të reja, ndikimi të banorët e tjerë. Ky moment i Limit dhe Benitës nuk kaloi pa u vënë re nga banorët e tjerë. Disa nga ta qëndruan në heshtje, duke e parë situatën me kuriozitet dhe duke vlerësuar reagimet e njëri tjetrit. Të tjerë ndihen të shqetësuar për impaktin që ky emocion i hapur mund të ketë në dinamikën e shtëpisë, duke u përpjekur të ruajnë qetësinë dhe të shmangin përplasje të panevojshme. Dolce, e cila shpesh shfaqet e kujdesshme ndaj marrëdhënieve midis banorëve, vëzhgoi gjithçka me vëmendje të madhe. Shikimi i saj i thellë dhe reagimet jo verbale treguan se ajo kuptonte menjëherë tensionin dhe tërheqjen emocionale që po zhvillohej, dhe kjo shtoi një tjetër dimension të dramës brenda shtëpisë. Reagimi i shikuesve dhe portalet online, menjëherë pas transmetimit të momentit, rrjetet sociale dhe portalet e lajmeve filluan të raportojnë për këtë episod. Analistët e lojës dhe fansat e Big Brother Kosova e perceptuan momentin si një shfaqje të fuqishme emocionale, ku tensioni, tërheqja dhe lojrat strategjike ndërthuren në mënyrë të papritur. Shumë portale e përshkruan këtë si një nga natat më të nxehta dhe më të ndjekura të edicionit, duke theksuar se ky incident mund të ndryshojë dinamikën e marrëdhënieve midis banorëve, dhe se emocionet e Limitit mund të ndikojnë në vendimet dhe aleancat e tij në lojë. Analiza e dinamikës emocionale. Ky episod është një shembull tipik i asaj që e bën Big Brother Kosova kaq të ndjekur. Në një ambient ku kamera regjistron çdo gest, çdo reagim emocional ka rëndësi. Reagimi i Limit tregoi jo vetëm admirimin dhe tërheqjen, por edhe tensionin e brendshëm që mund të krijojë konflikte ose aleanca të reja. Nga ana tjetër, Benita, duke qenë e përqendruar në rutinën e saj të dushit, nuk e kuptoi menjëherë se veprimet e saj po ndikonin të tjerët në një mënyrë kaq dramatike. Kjo tregon se brenda shtëpisë çdo veprim i vogël ka pasoja të mëdha dhe se emocionet shpesh shpërthejnë në momente të papritura. Përfundimi, një moment që nuk do të harrohet. Ky moment nuk ishte thjesht një episod i zakonshëm i përditshëm. Ai u shndërrua në një ngjarje të diskutueshme që kombinoi emocionet, kuriozitetin dhe tensionin emocional.
Shikuesit e Big Brother Kosova tashmë po flasin për si do të ndikoj ky moment në marrëdhëniet e ardhshme midis Limit dhe Benitës, dhe si mund të përdoret kjo situatë në lojën strategjike të secilit banor. Një gjë është e qartë. Nuk kishte për të pasur gjumë të qeta atë natë, dhe emocionet e forta që u shfaqen do të mbeten gjatë në mendje të shikuesve dhe brenda shtëpisë. Momentet si ky janë arsyeja pse Big Brother Kosova vazhdon të jetë kaq i ndjekur dhe i komentuar çdo veprim. Çdo shikim dhe çdo fjalë mund të shndërrohet në histori, intrigë dhe debat. Nata që shpërtheu kaosin në Big Brother Kosova, përplasja e dhunshme mes Albes, Benitës dhe Limit në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo natë ka potencialin të shndërrohet në një episod dramatik, por ajo që ndodhi një natë të vonë ka lënë të gjithë banorët dhe shikuesit pa frymë. Rreth mesnatës, tensionet që kishin grumbulluar gjatë ditëve u shfaqën në një përplasje të dhunshme që përfshiu 3 nga banorët më të ndjekur, Alba, Benita dhe Limi. Çfarë nisi si një debat i vogël, u shndërrua shpejt në një skenë kaosi ku duart u ngritën, zërat u shtrinë dhe të gjithë banorët u përfshin për të ndarë sherrin, fillimi i tensionit. Gjithçka filloi kur Alba dhe Benita patën një debat të vogël për një çështje të dukshme të përditshme. Megjithatë, si shpesh ndodh në këtë edicion, çdo fjalë dhe gjest merr kuptime të dy fishta. Tensioni mes tyre kishte kohë që ishte i ndjeshëm, veçanërisht për shkak të Limit, i cili konsiderohet nga të dyja si një figurë kyçe në lojën strategjike dhe ndjenjat e brendshme. Në një moment, fjala e fundit e Benitës ishte një provokim i lehtë, që duket se nxiti reagimin e Albës. Shumë shikues e vlerësuan këtë si një shenjë të xhelozisë dhe rivalitetit femëror, ndërsa ata që e njohin dinamiken e shtëpisë e panë si përpjekje për të testuar kufitë e tjetrit. Limi ndërhyn, por nuk mund të ndalojë situatën, kur debati filloi të bëhej më i ashpër. Limi u përpoq të ndërhynte, duke i ndarë dy vajzat dhe duke u përpjekur të qetësonte situatën. Por kjo ndërhyrje nuk ishte e lehtë. Benita, e cila duke i nxitur nga nervozizmi dhe ndjenja e të qenit e injoruar, nuk pranoi të qetësohej. Ajo goditi Albën me shpullën, duke e çuar gjithçka në një nivel të dhunshëm që nuk ishte parë më parë brenda shtëpisë. Ky akt dhune fizike tronditi jo vetëm Alben, por edhe të gjithë banorët e tjerë. Një pjesë e tyre u përpoqen menjëherë të ndërhynin dhe ta ndanin situatën, ndërsa disa të tjerë qëndruan si dëshmitar të tronditur. Dolce dhe reagimi i saj në këtë kaos të plot. Dolce ishte një nga dëshmitarët më të afërta. Ajo shikonte gjithçka me inatin dhe nervozizmin e saj karakteristik. Për momentin, ajo nuk ndërhyri fizikisht, por reagimi i saj i ashpër dhe shikimi i saj i ngrirë treguan se situata kishte prekur edhe marrëdhëniet e saj me banorët e tjerë, veçanërisht me Limin. Ky moment nxori në pah kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë, ku emocionet dhe strategjia shpesh ndërthuren. Dolce, e cila ka qenë shpesh e rezervuar, tani u shfaq si një dëshmitare e një konflikti që mund të ketë pasoja të gjera për marrëdhëniet dhe aleancat e ardhshme. Banorët e tjerë ndërhyn, pas shpullave të Benitës dhe reagimeve të Albes. Të gjithë banorët e tjerë u hodhen në mes për të ndarë dy vajzat. Situata u bë kaotike, zërat u ngritën, lëvizjet panikore ishin të shumta dhe disa banorë u përpoqën të qetësonin të gjitha palët pa shumë sukses. Ky incident tregoi se dhuna fizike, ndonse e papritur, mund të ketë ndikim të menjëhershëm në të gjithë dinamikën e shtëpisë. Çdo lëvizje, çdo fjalë dhe çdo reagim u ndoq nga të gjithë, duke rritur tensionin dhe duke e bërë natën të paharrueshme. Reagimet e shikuesve dhe portaleve, menjëherë pas transmetimit, rrjetet sociale shpërthyen me komente. Portale lajmesh shkruan për një natë të mbushur me sherr, xhelozi dhe lojë strategjike, duke analizuar çdo detaj të përplasjes. Shikuesit u ndanë në dy kampe, disa mbështetën reagimin e Benitës si një shpërthim të justifikuar ndaj provokimeve, ndërsa të tjerë e konsideruan Alben viktim të dhunës fizike. Analistët e mediave shprehen gjithashtu shqetësime për impaktin psikologjik të dhunës fizike brenda shtëpisë, duke theksuar se përplasjet nuk duhet të tejkalojnë kufit fizik. Pavarësisht nga emocionet, lojrat strategjike dhe xhelozia, përplasja nuk ishte thjesht një episod i momentit, ajo nxori në pah lojrat strategjike dhe xhelozin që kanë ekzistuar mes Albes dhe Limin. Shumë komentues e pan aktin e Benitës si një reagim ndaj një dinamike të ndërlikuar strategjike, ku afërsia dhe rivaliteti mes banorëve luajnë një rol të madh në rrjedhën e lojës. Kjo ngjarje ka potencialin të ndryshojë aleancat dhe marrëdhëniet brenda shtëpisë, duke vënë në provë besnikërinë dhe strategjitë e secilit. Banorët tashmë po konsiderojnë këtë natë si një pikë kthese që mund të ketë pasoja afatgjata. Përfundimi i natës dhe reflektimi, megjithse situata u qetësua pjesërisht pas ndërhyrjes së banorëve, tensioni mbeti i pranishëm.
Përplasja e dhunshme tregoi se nuk kishte për të pasur gjumë të qetë atë natë, dhe se emocionet e forta mund të shpërthejnë në çdo moment. Shikuesit dhe ekspertët e lojës e shohin këtë incident si një përmbledhje perfekte të asaj që bën Big Brother Kosova kaq të ndjekur: drama reale, konflikte të papritura, strategji, xhelozi dhe emocione që shpërthejnë në momentin më të papritur. Një gjë është e qartë, kjo natë nuk ishte për të fjetur, por për sherr, tension dhe dramatik që do të mbeten gjatë në mendje të shikuesve. Pjesa më e madhe e komunitetit online tashmë diskuton cilat aleanca do të ndryshojnë dhe si do të ndikojë kjo përplasje në lojën e secilit banor. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, çdo moment i vogël shndërrohet në një ngjarje të madhe, sepse aty nuk jetojnë vetëm banorët, por edhe emocionet, tensionet, xhelozit dhe kufit personal që shpesh herë vijnë në provë. Një nga situatat që kanë ngjallur reagime të shumta brenda dhe jashtë shtëpisë ishte momenti kur Alba u fut në krevatin e Limit, ndërsa aty ndodhej edhe Dolce, gjë që solli një përplasje verbale dhe emocionale mes tyre. Gjithçka ndodhi në një moment që në dukje mund të konsiderohej i thjeshtë, por që në kontekstin e lojës dhe marrëdhënieve të krijuara brenda shtëpisë mori përmasa më të mëdha. Alba, në një mënyrë spontane ose ndoshta provokuese, u fut në krevatin ku po qëndronte Limiti. Ky veprim nuk u prit as pak mirë nga Dolce, e cila e konsideron Limitin si pjesë të hapësirës së saj personale, qoftë emocionale apo strategjike brenda lojës. Reagimi i Dolces ishte i menjëhershëm dhe i drejtë për drejtë. Ajo ju drejtua Albës me fjalë të qarta: "Largohu nga krevati jon", duke theksuar fjalën jon, çka tregon se për të, ai krevat nuk ishte thjesht një vend për të fjetur, por një simbol i afërsisë dhe lidhjes që ajo pretendon se ka me Limitin. Kjo frazë u interpretua nga shumë shikues si një shenjë posesiviteti, por edhe si një përpjekje për të vendosur kufi të qartë. Nga ana tjetër, Alba nuk u tërhoq menjëherë dhe situata mori një ton më ironik dhe provokues. Dolce vazhdoi me një frazë që u bë menjëherë virale: "Ik prej këtu, bye bye", një shprehje që përmbante një përzierje nervozizmi, sarkazme dhe përçmimi. Kjo mënyrë komunikimi u komentua gjerësisht nga publiku, ku disa e panë si reagim të justifikuar, ndërsa të tjerë e konsideruan si sjellje arrogante dhe të panevojshme. Limiti, i vendosur mes dy vajzave, u gjend në një pozitë të sikletshme. Reagimi i tij, qoftë përmes heshtjes apo tentativave për ta zbutur situatën, tregoi se edhe ai ishte i vetëdijshëm për tensionin që po krijohej. Në Big Brother, heshtja shpesh flet më shumë se fjalët, dhe qëndrimi i Limitit u interpretua në mënyra të ndryshme. Disa menduan se ai po shmangte konfliktin, të tjerë se po përfitonte nga vëmendja. Kjo situatë nxori në pa disa elemente thelbësore të lojës së Big Brother Kosova. Së pari, mungesa e privatësisë bën që çdo veprim i vogël të marrë domethënie të madhe. Së dyti, xhelozia dhe rivaliteti femëror shpesh përdoren si armë strategjike për të krijuar narrativ dhe për të tërhequr vëmendjen e publikut. Dhe së treti, vendosja e kufive personal në një ambient të përbashkët mbetet një nga sfidat më të mëdha për banorët. Reagimet e publikut në rrjetet sociale ishin të shumta dhe të ndara. Një pjesë e shikuesve mbështetën Dolcen, duke thënë se Alba e kishte tepruar dhe kishte hyrë në një hapësirë që nuk i takonte. Të tjerë, përkundrazi, e mbrojtën Albën, duke theksuar se askush nuk zotëron një krevat apo një person brenda shtëpisë dhe se reagimi i Dolces ishte i egzageruar. Në përfundim, ky moment mes Albës, Limitit dhe Dolces është një shembull tipik i asaj që e bën Big Brother Kosova kaq të ndjekur: drama reale, emocione të forta dhe përplasje karakteresh. Një veprim i thjeshtë si futja në një krevat u shndërrua në një debat të madh, duke treguar se në këtë lojë çdo gjest ka peshë dhe çdo fjalë mund të ndryshojë perceptimin e publikut. Mbetet për t'u parë se si kjo situatë do të ndikojë në marrëdhëniet e tyre në vazhdim dhe në rrugëtimin e secilit drejt finales.